Në rrjetet sociale qarkullon një lajm. Hollywood pas ka marrë kështu, le themi, punën dhe veprimtarin për të realizuar një film për Enver Hoxhën dhe diktatorin paranojak do të portretizoj as më pak e as më shumë se aktori Timothée Chalamet. Në fakt, ky lajm shpesh herë qarkullon në rrjetet sociale pasi Timothée Chalamet publikon në kinema një film apo ka le të themi lajme të cilat qarkullojnë lidhje me të. Si pasojë e një ngjashmërie fizike mes të dyve, ka disa persona në rrjetet sociale të cilët shprehin në fakt se personi portretizonte dhe diktatorin e fundit të Europës do të ishte pikërisht Chalamet, diçka që nuk është e vërtet. Këto lajme janë prodhuar vetëm nga vendosja e imazheve mes Timothée Chalamet dhe Enver Hoxha ngjitur me njëra tjetrën për të treguar një ngjashmëri fizike mes të dyve, por nuk ekziston asnjë postim, asnjë lajm apo raportim se një producent apo regjisor hollywoodian ka nisur punën për të realizuar një film hollywoodian për Enver Hoxhën.